Jemi rikthyer sërish në studion e Lider të dashur miq dhe jemi në një bisedë me kapitenin Albano Aleksi, i cili po na rrëfen të gjithë eksperiencën e tij të deri tanishme në profesion. Na ka folur shumë pak për jetën e tij personale. Jam e sigurt që janë edhe një pjesë e mirë e tifozëve shumë kurioz të dinë për jetën tënde personale. Çfarë kemi në horizont? Si është ditë futbollistat janë pak qifli, bëjnë qef shumë, por me thënë drejtën, unë jam një familjar i rregullt e si staj pak për biografin tani. Kur shkoj te familja në darkë është gjëja më e rëndësishme jetës, sepse janë në fund janë ata që ne do kalojmë jetën tonë. Por të jesh futbollist është gjë e vështirë, me kuptimin e fjalës që do kesh gjithmonë ngacmime apo kujt gjëra të tilla. Nuk jeni ju ata që ngacmoni. Vajzat ju ngacmojnë juve për shkak se jeni në qendër të vëmendjes. Ndodh që edhe futbollistët ngacmojnë, por e kisha në kuptimin e fjalës që më shumë ngacmojemi, sepse ti je futbollist është gjë e mirë, sepse mirë, paktën na doli një gjë e mirë se deri tani ke thënë vetëm futbollist është e vështirë, jeta e është e vështirë në kuptimin që do të bësh gjë shumë. Edhe por unë jam, ti thash më parë, jam familjar i rregullt dhe për këtë gjë jam shumë i kënaqur dhe i lumtur, sepse familja në fund të ditës, si çdo njeri kur krijon familje është i qetë. Është i qetë dhe arrin ta përmbyll, le të themi, ose të rihap një cikël të ri të jetës së tij dhe ti je me fat nëse e ke hapur tashmë këtë cikël që është definues në jetën e secilit. Çfarë e bën Albanon të veçantë nga gjithë kapitenët dhe lojtarët e tjerë? Unë me thënë drejtën. Dhe pse duhet ishte, pse është me fat trajnerit e Tova dhe pse do ishte me fat çdo trajner tjetër po të kishte pjesë të ekipit? Mendoj se unë jam tip që kur jam në shok të ekipit jam shumë tip gazmor. Okay. Shumë gazmues. Nuk i lë kurrë të qetë. Okay. Ka her pas here dhe mund të mërziten, por gjithmonë janë pozitiv dhe ma pranojnë shakat dhe sa ndonjëherë mërziten ai shumë sa thonë nuk pushonave akoma, por mendoj se kjo është ajo arma ime fort që më bën veçantë, sepse jam një tip që përveç punës time që mund ta bëj shumë mirë, dua që edhe shoku i ekipit të jetë po aq i mirë sa mua, duke ndihmuar në çdo aspekt edhe duke qenë të barabartë në fushën që bëjmë. Por të tova që i kënaqur sepse pa ardha Aleksi aty se kishte akoma kampionatin. Por besoj se në arrin time ka fituar 2 kampionate. Aha, okay. Kjo duhet ta shënoj te trajnerit e Tova. Pikërisht po ne thash. Albano, cili është lojtari më i mirë në kampionatin shqiptar përveç Albano Aleksit? Mund të them që mund ta fuz veten te një nga më të mirët, po gjithmonë e përjashtua veten. Po, patjetër që po. Aktualisht mendimi im se mendoj se është Regi Lushka. Regi Lushka. Është lojtari më i mirë mendoj këtij sezoni, po, i këtij viti. E zgjodhe se s'bën nga Ignatia. Jo sepse shoku im dhe është. Por ka pasur një djalë fantastik. Unë kam shumë shok, e kam pasur te Tirana, por duke patur rritjen e tij si futbollist në pjesën e Tiranës dhe pjesën e Ignatia, dal në konkluzion që është një nga lojtarët më të mirë të kampionatit, sepse një mëshfëshor të shënoi 16 gola, mendoj se ka shënuar sa për një sulmues. Dhe ka pasur rritje drastike nga sezoni që kaloi deri këtë sezon që përfunduam. Dhe për këtë arsye mendoj se është lojtari më i mirë i kampionatit shqiptar. Po trajneri më i mirë shqiptar përveç të Tovës? Mendoj se është Ilir Daja. Ilir Daja. Përveç të Tovës. Përveç të Tovës, e specifikove. Po ndonjë lojtar kundërshtar, se tani është e thjeshtë të zgjedhësh nga lojtarët e skuadrës, të zgjedhësh nga shokët e skuadrës, sigurisht ke një vlerësim më të madh sepse ke luajtur, por unë doja të shikoja pak qasjen tënde analitike, pra si e shikoni ju kundërshtarin dhe sa të aftë jeni për ta vlerësuar edhe për faktin që është mbetet kundërshtar. Mendoj se kundërshtari më i vështirë David Bregu.
Unë kam luajtur me atë dhe ja di cilësitë e tij dhe kur e kam kundërshtar duhet me pas shumë kujdes sepse është një lojtar që nga momenti në moment mund të shënoj gol. Dhe për këtë arsye zgjodha këtë sepse ka cilësi të jashtëzakonshme që vështirë të gjesh kampionat shqiptar. Mendon se e ke mbyllur ciklin tënd te Ignatia apo do doje të vijoj? Sapo ka filluar. Sapo ka filluar. Cili është synimi juaj i radhës? Mas pushimeve që kemi tani, besoj se do rikthehemi fuqishëm sepse kemi detyrim pa vetëm dora të parë që me shkuar në grupet Konferencë Ligës. Okej. Gjë që nuk ndodhi 2 vite që lam pas sepse jemi eliminuar dhe për gabimet tona me thënë drejtën, por ky është synimi kryesor që ne të shkojmë në grupet e konferencës. Dhe synimi tjetër është që përsëri të mbërojmë titullin kampion. Sërish, doni edhe një titull të tretë. Patjetër që po, sepse duke parë ekipin që kemi dhe lojtarët në ekip që janë cilësor, besoj se edhe kjo gjë mund të jetë arritshme përsëri. Folëm pak më parë se cili është itinerari juaj, çfarë bëni pas fitores, si festoni, ku shkoni, cilat janë momentet më emocionuese, po pas humbjes. Pas humbjes përsëri ne kemi një grup në WhatsApp që diskutojmë me një tjetrin, çfarë nuk shkoi mirë dhe ka raste që unë nuk shkoj fare te grupi. Ndonjëherë më aq i mërzitur sa edhe në shtëpi kur shkoj, më thon familjarët që pse rri i mërzitur, një ndeshje është dhe mund të qetësohesh, por ndikon shumë sepse ti mund të kesh atë ndeshje, mund të jetë ndeshja e fundit. Edhe duket sikur ka marrë çdo gjë. Por ndonjëherë duhet bëjmë më të fortë sepse nga humbja vjen dhe fitoria. Dhe si thash këtë vit kena pas luajtje, por nga humbjet ne jemi bërë më të fortë dhe arritëm në përfundim që shpallojmë kampion. Albano, çdo gjë ti e lidh me anën tënde profesionale, me futbollin, me stërvitjen, me ndeshjet, me humbjen dhe fitoren, që janë elemente të kyç të jetës tënde, sigurisht prej vitesh ti merresh me këtë fushë me futboll dhe është tashmë profesioni yt dhe një pjesë shumë e rëndësishme e jetës tënde. Po përtej kësaj, ke një hobi tjetër apo çdo gjë në jetën tënde është i dedikuar dhe e lidhur me futbollin? Jo, hobi. Më thënë drejtë që më pëlqen të udhëtoj. Okej. Më pëlqen të udhëtoj, por duke parë dhe edhe kohën e pushimeve që kemi ne futbollistët kemi pothuajse zero, por sa gjej mundsinë unë me familjen dhe udhëtoj, por hobi, kur kam qenë i vogël më ka pëlqyer shumë basketbolli. Gjithmonë në lidhje me sportin. Po, por duke parë vetëm që s'kam qenë të ajo pjesë, edhe e ndërpreva dhe kalova te pjesa ku jam sot. Si e menaxhon faktin që shpesh herë juve futbollistëve ju duhet që edhe kur keni evente të rëndësishme, edhe kur keni ndoshta problematika ose probleme familjare të ndryshme, për ju dita e ndeshjes është e padiskutueshme dhe ju nuk mund të mungoni. Ka patur ndonjë moment të vështirë për ty që ke dashur shumë të jesh diku tjetër, por të është dashur të jesh së bashku me shokët e skuadrës në ndeshje? Po, ka qenë një familjar që nuk ndodhet më pjesë e jetës, por kam qenë në ndeshje dhe isha gati me fillu ndeshja, edhe nuk shkova dot, por u futa në fushë, u bëra i fortë dhe kisha qëllim që ta fitoj të ndeshje vetëm për atë person që nuk mund të isha aty. Okej. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse nuk mund të shkoja. Edhe në fund arrite që paktën që këtë kohë që ti nuk mundet ja dedikoja atij për herë të fundit, të paktën të jepje maksimumin tënd në fushë. Në fushë, po. Kjo ka qenë edhe ndoshta një ndër ndeshjet e tua më të vështira apo ka patur? Cila ka qenë? Pikërisht më të vështira, por ka patur edhe të tjera, por kjo ka qenë më e vështira në aspektin e emocioneve, moralit, çdo gjë, sepse kur ti humb dikë të familjes, normalisht ke dëshirën që të jesh aty. Ke dëshirën aty për herën e fundit, por duke parë momentin ku isha, vendosja të luaja dhe ta dedikoja atë fitore atij personi që s'mund të isha pranë. Okej. Ndonjë ndeshje tjetër cilën kujton si ndeshjen më të vështirë? Kujtoj ndeshjen që kam humbur penalti. Ndeshjen me Ignatian ka qenë ndeshja më e vështirë, sepse ne arritëm të kthejmë rezultatin nga 1-0 që humbisnim ndeshjen e parë. Ta barazonim dhe unë kisha penaltin e parë dhe pikërisht unë e humba dhe edhe Regi Lushka ka humbur të ndeshje, edhe ne humbëm atë ndeshje. Nuk mundëm kalonim dy penalti, nuk mund të kalonim në raundin e dytë të Konferencë Ligës. Okej.
Dhe kujtoj një ndeshje tjetër që kam humbur kampionatin. Ka qenë Lostër Tirana me Bylis. E kam humbur kampionatin javën e parafundit të sezonit. Dhe kjo ka qenë ndeshja mendoj që mund të ketë qenë më e vështira dhe që mund ta mbaj mend gjithë jetën. Sepse të humbësh kampionatin një javë parafundit është dram. Dhe kjo ka qenë ato që kanë shenjuar. Ajo që unë të doja të pyesja ka qenë për një periudhë të vështirë të ekipit tuaj kur ju humbët një ndër lojtarët më të mirë. Ti ke qenë pjesë e ndeshjes? Po, unë kam qenë në fushë dhe unë pak a shumë ne dijem çfarë lloj problemi kishte, por nuk është se ai kishte faj probleme një vit që kemi qenë aty bashkë, sepse bënte kontrolle dhe çdo gjë ishte okay. Mund ta thuaj që ka qenë lojtari më i mirë që kam luajtur në karrierën time. Edhe personi më i mirë që kam njohur unë. Sepse për ti sportit ai ka qenë një njeri me aspektin nota 10. Dhe si për mënyrën se si të fliste për jetën, si të motivonte në punën e sportit, si mund të shkojë familjen, për çdo gjë. Por ka qenë një ikje e madhe sepse ai ishte lideri i ekipit. Ai ka qenë shtysa e ekipit dhe prej atit ne dolëm kampion. Sepse na ka motivuar ai shumë ikja e tij sa të gjithë vitin që shkoja kemi dedikuar atit. Edhe përsëri ne e kujtojmë, sepse ka qenë një shok, sepse kur rinë ekip bashkë gjithkohës e quajmë veten vëlla me ata. Ajo mund të thojë se ai ka qenë si familje. Për të ndryshuar pak atmosferën, në gjykimin tënd, si një kapiten, si një udhëheqës skuadre, si duhet jetë një lider? Lider do të jetë shumë i thjeshtë, por shumë i vendosur. Shumë i thjeshtë, por shumë i vendosur. Sepse lider do të jetë gjithmonë i vendosur për të bërë gjëra sa më thjeshta për vazhdimsinë. Unë mendoj që gjëja më e vështirë është i një lideri që të ruajë grupin. Sepse jo futbollistët të gjithë futbollistët janë në një mendje. Ka mërzitje, ata që nuk luajnë më shumë, probleme dhe lideri është ai që i bashkon të gjithë bashkë. Ti ja ke arritur me sukses ti misioni që ta konkludosh në mënyrën e duhur? Unë me thënë drejtën kena pas Malotën kapiten të parë, sepse ai ka qenë edhe do jetë gjithmonë, edhe pse nuk luan do jetë kapiteni jonë. Dhe besoj që mendimin atit ja kemi arritur ta urojmë grupin dhe të jemi treguar të dy liderë me kuptimin e fjalës që të jemi gjithmonë në harmoni dhe grupi i bashkuar. Albano, kujt ja dedikon suksesin e këtij viti? Radhë parë dedikoj bashkëshortes time edhe familjes time, sepse gjithmonë ka qenë shtysa më e madhe, por shok dhe ekipit pa dyshim, sepse pa ata në fushë nuk do arrija asgjë. Dhe gjithë tifozërisë të Rrogozhinit që na ka mbështetur sado pak, qyteti i vogël që është, por me zemër të madhe. Me zemër të madhe. Kush është kapiten në shtëpi? Ti apo bashkëshortja? Të dy. Sepse unë mendoj se ti jesh një bashkëshort i mirë, do të jesh i barabartë. Nuk se në Shqipëri gjithmonë thonë burri bën ligjin, por kur ke komunikim të mirë dhe bashkëbisëdim të mirë, gjithmonë gjërat shkojnë mirë. Gjërat shkojnë mirë. Pra, komunikimi është çelësi i çfarëdo lloj marrëdhënie. Folëm deri tani për vështirësitë, ne jemi të sigurt që në ekran na shikojnë një pjesë e madhe të rinjve që aspirojnë të bëjnë një ditë futbollist të suksesshëm, të fitojnë trofe ashtu siç ke bërë edhe ti. Por me gjithë këto vështirësi që ne po i përshkruajmë, ndoshta kanë edhe manin të stepën, edhe ndoshta edhe nga presionet e jashtme, nga skepticizmi i prindërve të cilën e ke vuajtur edhe ti vetë, çfarë do t'ju thoje të gjithë atyre të rinjve që po të ndjekin dhe që aspirojnë të ndërtojnë një karrierë në futboll? Gjëja pa që do të them është që çdo gjë që kanë dëshirë me bën në jetë, kurrë mos dorëzohen. Sepse të dorëzohesh është gjëja më e lehtë. Por që të arrish qëllimin që do, është gjëja më e vështirë. Kështu që do të punosh fort, duke besuar te vetja, sepse përreth mund kemi edhe njerëz që s'na duan, mund të na flasin keq apo ti pse kështu si je mirë, s'mund ta bësh të, por gjithmonë duke pasur besim dhe duke pasur ego personale, mendoj që nuk duhet të dorëzohesh dhe në fund Zoti ta shpërblen atë që ti ke dashur gjithmonë të bësh. Me shumë vullnet, me shumë punë, sigurisht që patjetër, me punë është gjë e rëndësishme, po pa punë mendoj se asgjë nuk bëhet.
asgjë nuk bëhet. Albano, unë të falenderoj që ishe me ne në Kënaqësi ishte imja. Dhe të uroj sa më shumë suksese në të gjithë titujt që ju aspironi që të fitoni. Faleminderit, është kënaqësi është imja. Dhe kështu kemi ardhur në fund të kësaj puntate të dashur miq, ishim në një bisedë me kapitenin Albano Aleksi, i cili ndau me ne shumë detaje nga tipologjia e tij e leadershipit dhe nga dy karakteret e tij i cili preferon të ndante në atë individual dhe karakterin sportiv. Unë ju le takim të shtunën tjetër, si gjithmonë në ekranin e televizionit Skan në orën 18:00. Deri atëherë, mirupafshim.